gazme. Më kanë bërë me 200 apartamente në Shqipëri dhe në Europë dhe me 200 milion dollar dreqin e bëm dhe në një shpitonën në periferi Tiranës, si që janë bërë qindra mira familjet të tjera shqiptare në 3 dekadët e fundit me shtëpin e ndërtuar prej atyre vetë. Politikanë që marrë pjesën nga firmat që hedh, duke futur duart buxhet në shtetit, dhe në xhepat e sipërmarrësve që ndërtojnë kulla apo partneritete me qeveri. Oh la la! Le ta gjejnë të gjithë katranët që më ulin e mren për ditë një kokër lekë, një dëshmitar, apo 1 metër katror të vetëm jashtë kufive të deklarimit zyrtar të pasurisë. Një fakt vetëm që të provoj se unë nuk jam ky që jam, po jam ai që ata thonë. Pastaj kollaj fare iki vetu, nuk ka nevojë të flasin me vete rrugëve Ramaik. Nuk e kanë gjetur dhe s'kam për ta gjetur dot. Atë fakt fajsus në raportin tim me materien, qoftë para, qoftë tulla, qoftë llaç, se nuk ka. Më kanë bërë përdorus droge. Oh la
që unë jam në arenën e baltës politike, familjarët e mi, nëna ime ndjerë, baba im, i ndarë nga kjo botë, pa më parë një ditë të vetme në politik, i me shoqe, prindërit e saj, fëmijët tanë, por edhe tjerë në rrethin tonë familjar, i kam paguar deri këtu një çmim shumë të lartë, tërësisht pa merituar, zgjedhësime për të marrë me politik dhe qëndrimit tim në krye të bashkisë, partisë, qeverisë. Sepse kur asnjëherë vlla im as nuk ka kërkuar, as nuk ka marrë për influencës sime asnjë lloj favori. Oh la la. Nuk ka kërkuar dhe marrë asnjë favor. Kur, për asgjë nga qeveria ose shteti as me shoqë. Oh la la. Kur, asnjëherë nuk ka marrë asnjë mbështetje, asnjë formë nga shteti as vajza jon po ashtu, e cila ka jetën e saj, familjen e punën e saj, dizajn. Oh la la. Gjyqi më i freskët me këtë gazment bardhin, për këtë poshërsi në radhës, ku ky klon i dalluar i cirkut politik të sharje shpifive, do duhet provoj para gjykatësve se si ja kam fshehur unë drejtësisë